Territori shqiptar për datën 10 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervaleve të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Qaturve të pasdites në relievet malore, lindore dhe juglindore rriten vranësirat e lehta kalimtare, por pa reshi domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 35 gradë. Çaditës pritet rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius, Kukës 18 deri në 32 gradë Celsius, Peshkopi 17 deri në 30 gradë Celsius, Tiranë 22 deri në 35 gradë Celsius, Durrës 24 deri në 32 gradë, Kavaj 23 deri në 32 gradë, Elbasan 21 deri në 35 gradë, Berat 22 deri në 35 gradë, Korçë 15 deri në 29 gradë, Florë 24 deri në 32 gradë, Gjirokastër 18 deri në 31 gradë, Sarandë 24 deri në 32 gradë Celsius.